Përshëndetje të dashur teleshikues quhet? Teleshikues. Po pse teleshikues? Mos është teleshikues i bën e pan televizor, ne. Po mirë, më ka njerëz që lidhin YouTube-in dhe me televizorin. A thua, kush është shefi? Ka sa dush. Nëse përshëndetje të gjithëve se kemi filluar. Mirëmbrëma. Përshëndetje se duhet se ruca gjona, ca terma ca. Jemi shumë të lumtur që kemi një personazh mjaft karizmatik, mjaft të dashur për ju dhe për ne. Ladies and gentlemen, Silvi Bardhi është këtu me ne. Silvi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi t'ju kem afër vetes. Gjithashtu edhe për ne edhe për mi gjitha ulemi çik nivelin testosteronit se kemi pas vetëm meshkuj, shumica kanë qenë meshkuj këtu. Kemi pasë këto kohë të fundit na kanë respektuar dhe ca zonjusha. Kohë të fundit, fakt. Ka ndryshuar kohë të fundit. Ju jeni gjithmonë gentil me ne, gratë, vajzat. Jeni gjithmonë gentil, po patjetër. Me thonë drejtën, çuna të mirë jemi. Unë vjen nga një familje me 2 motra më të mëdha, kështu që e kam të ngulitur që në fillim dashurinë ka shi femrave. Edhe unë prandaj kam kënaqësi të jem me ju. Kënaqësia është e gjitha jona. Dhe kam ndjekur emisionin tuaj, podcastin tuaj. Mirë, si duhet. Duhemi kështu se duke fol nga një profesioniste e gazetarisë. Se të kalosh nga muzika tek gazetaria, se kjo është gazetari në fakt, është tregon që keni talent. Se faktikisht të kesh talent në gazetari, okay, mund ta ketë kushdo, por duhet ta shfaqësh dhe ju po e shfaqni shumë mirë. Si e kemi nisur në nisi këtë, do të thonë kështu si me qeshme, po është ndjek dhe falenderojmë dhe shikuesit, jo teleshikuesit. Shikuesit. Faleminderit shumë që na erdhe, edhe faleminderit që ke pranuar që të bëjmë një bisedë relativisht njerëzore, të gjatë, konstruktive. Jam mas i bindur. Si ka qenë fëmijëria, Silvi? Ta nisim nga fillimi herë. Fëmijëria ime e lumtur. Shumë e lumtur. Ti je nga Elbasani, Silvi? Jo. Unë jam e martuar në Elbasan. Okay. Dhe kam 15 vite. Por ta nisim nga fëmijëria. Po. Fëmijëria ime, si çdo fëmijë tjetër që faktikisht ka lindur vitet 80, unë kam lindur në vitin 1981. Dhe padyshim që kam parë sfidat e jetës prindërve të mi. Po pavarësisht kësaj, prindërit e mi janë munduar që të na krijojnë kushtet më të mira të mundshme. Pra me 2 prindër që punonin në mëngjes, mami mund dilte në orën 6 të mëngjesit, babi po ashtu, babi punonte me 3 turne, mami kam pas shef finance, ka pas një punë më dinjitoze, por nuk ka qenë shumë e pranishme në familje për shkak të detyrimeve në punë. Ti je fëmijë vetëm apo? Kam dhe një vlla, Erosin, Eros Bardhi, ai jeton në Vjenë. Vllai është më i vogël apo? Është më i vogël, është 6 vite e gjysmë më i vogël se unë. Po mirë, që emër shumë i bukur që në atë kohë, domethënë, i bie 87-a. Po, dhe Erosi, emri i tij erdhi për shkak të një familje me cilën ne shkonim shumë. Unë jam lindë rrit në Tiranë, tek Lagja Xhakut. Dhe aty ka qenë një familje shumë të përparuar. Kishin 3 djem. Kishin Polin, djalin e madh, Marion dhe Erosin të vogël. Dhe në atë kohë, domethënë, gratë kur prisnin fëmijë, nuk e dinin gjinin. Dhe babi realisht donte të rinte vetëm me mua. Por mami kërkonte edhe një fëmijë tjetër. Dhe deri në momentin e fundit mami thoshte unë do bëj një djalë. E ndjente. Do bëj një djalë patjetër, do bëj një djalë. Dhe mami kishte shkuar me këtë mendje që do bënte djalë. Dhe babi ishte frikë se thoshte larg qoftë, dali vajzë prapë dhe do më zhgënjehet. Shumë. E njëjta histori ka ndodhur në familjen time, mas 2 vajzave, mami e ditë domethënë që unë do isha çun. Deri ditën e fundit ke çun dhe i madh. Ec mos e vajzë ke për të bëu akoma, domethënë e madhe me këtë. Po, që mos mërzitej. Po, pikërisht. Mos zhgënjehej. Dhe mami e kishte gjetë dhe emrin, bashkë me babin. Dhe avëm emrin Eros. Përveç se na pëlqente shumë, ishin të bindur që do ishte djalë. Dhe kur mami ka lindur vllajin në maternitetin e vjetër, tek treni, babi ka shkuar aty dhe e ka parë mami nga dritarja dhe i ka thënë, linde? Mami kishte lindur vllai, realisht, po se kishte thënë babit. Jo, akoma, i tha mami, akoma nuk kam lindur. Mirë, i tha babi, babi kishte një bisikletë. Si në atë lindësh. Si në atë kohë që kishin 3 shëreko shqiptarëve kishin bisikleta. Mirë, thot babi dhe kthen kokën andej dhe thot mami. Thot ma, të troj çuni. Ashtu,
Babi ka marrë bicikletën, e ka hedhur, domethënë ka qenë pasuria e tij e madhe. E ka hedhur, e ka fluturuar, thotë, domethënë ka qenë një lumturi shumë e madhe. Unë atë kohë kam qenë klasë parë. Kam pas shkollën tek Servete Maçi, ish kongresi për metit te Selvia. Ke shkolla ime. Kam qenë në shkollë muzike unë Renis. Kam bërë violin. Çfarë? Violin ke Edhe ti violin, edhe ai violin. Po. Ke qenë në orkestrë shkollës? Nuk kam qenë deri te orkestra. Ka qenë edhe patjetër, përdesa je muzikant, sot unë jam tjetër profil. Pra kjo është një pjesë shumë e bukur e nis time, edhe fëmijërisë. Mend atë periudhën që vllai ka qenë i vogël foshnjë apo janë. Dhe ishte ky zakoni i parë që kur vjen fëmia, pas fëmijës së madh, vjen në shtëpi, do t'i puthësh këmbët që të shkosh mirë me të dhe mos zihesh kur. Ashtu, ë? Pa. A funksionoi apo? Dhe pak a shumë po, sepse kishim diferencë shumë të madhe, 6 vite gjys, pastaj unë vajza i djalë, ndryshonim pak a shumë në perceptime, në patjetër. Po ti kam puth komën të gënda. Se kam idenë, po s'ma ka thënë këtë gjë. Po unë kam shku mirë deri në moshën 14 vjeç me motrat. Më kanë rraf deri 14, pastaj jam kthyer shumë mbrapa. Qase tash jemi në intervistë apo vllai i vogël i dashur ka kërcit shpulla. Ka kërcit shpulla. Ka kërcit. Praktikisht jo, s'kemi pas këtë. Jo, te kemi qenë familje shumë paqësore, kemi qenë shumë fëmijë turp. Do me fëmijë të mbar, edhe kur na vinin mysafir në shtëpi, ne shkonim në dhomë, largoheshim nga dhoma dhe nuk ishim pranishëm në muhabetet familjare, shkonim. Po, kështu ka qenë pak a shumë brezi. Më pëlqente që të rria vetëm, të shkruaja poezi e vogël, nuk e di, të fantazoja shumë. Kisha shumë qef krimet e duarve, domethënë që bënin për shtizat më pëlqenin, pëlqente qëndistaria, domethënë pëlqenin gjërat që të krijonin intimitet. Më pëlqenin shumë dhe këtë e bëja gjatë verës. Gjatë muajve verës, po. Ne s'kemi pas atëherë, domethënë. Po, s'ka pas me çfarë verë. Deri në vitet, domethënë nga 81 deri në 92, 93, ka qenë s'ke pas asnjë lloj. Po, maksimumi në bord luj topa gropa, si ka qenë ajo që lushim kështu. Po, bëheshim gati 70-80 fëmijë, sepse ishte lagje që ishin çiftet e reja. Kjo borë pra? Ishin çiftet e reja dhe ne i kishim të ndara blloqet tona, ishte pallati Kuq, pallati L, domethënë ne kështu i kishim të emërtuara pallatet. Dhe domethënë fëmijëria gjithmonë për këtë do mendoj unë është e bukur. Sepse ke ëndra, ke fantazi, ke dëshira, ke kujtimet që të mbajnë po. Po. Ndoshta ne justifikojmë brezin tonë, po me vërtet që në brezin tonë kemi qenë më aktiv, dilnim, lunim lojra që siç po themi, që ishin kreative, që vënë edhe fizikun punë, edhe nuk e di sa me nostalgji do shohin të rritë sotëm kur të rritën. Ka ndryshuar totalisht. Unë shoh të fëmijët e mi. Pasionet që kemi pasur neve janë 1,000,000% ndryshe nga patjetër, sepse digitalizimi çdo gjë, por e pranoj. Është një realitet i ri dhe duhet pranuar. Patjetër. Nuk mund ta imponosh një gjë të një kohe, një periudhë të shkuar me një periudhë tanishme ose një periudhë që do të vijë më vonë, që do të ndryshojë. Pra, brezat ndryshojnë dhe kjo duhet pranuar. Unë dakord, jam për librin, jam për leximin, jam për kulturën, jam për njohuri të përgjithshme, patjetër. Por edhe prirja me thik e çdo gjëja është e dëmshme, sepse kur shikon sot fëmijët të cilët janë përballë digitalizimit ekstrem, duke nisur nga telefonat tanë, nga PlayStation, nga lojrat e shumta, gjitha këto. E bën fëmin më pak aktiv fizikisht në fakt. Kjo. Sepse janë një shoqëri në blok, on blok, pra një shoqëri e fëmijëve të cilët komunikojnë sot nëpërmjet këtyre emërtimeve. Pra në rast se fëmijët e mi nuk njohin një lojë të posaçme në PlayStation, duke si mrapa shoqërisë. Kjo është një logjik që unë mendoj që duhen lënë fëmijët të ecin sipas kohës dhe rrjedhës së jetës. Pra nuk duhen shtrënguar deri në atë farmase sa të ndjehen të diferencuar nga shoqëria. Por jo duke i çuar në ekstremin që të harrojnë edhe bazën e edukimit dhe formimit që patjetër shkolla. Ajo është pavarësisht sportit, pavarësisht muzikës ose çdo gjëje që mund të kesh pasion, arsimimi, shkolla, edukimi është baza e jetës. Pa të nuk ke ku shkon. Në çdo periudhë të jetës. Dhe kur jemi prapë te fëmijëria, se kam shumë kujtime të bukura, po. Unë kam dashur gjithmonë aktivizimin në shoqëri. Aktivizimi që do të thotë në atë periudhën tonë ishte që aktivizimet tona ishin tek sporti,
Dhe Në rastësisht pallat kulture kështu, në koncert. patjetër, ato i kemi bërë, shkolla i ka pasur, shkolla jonë muzikës i ka pasur dhe bënim dhe koncerte në frëngjisht, që na vinin dhe nga ambasada franceze, na shikonin, i bënim këngët në frëngjisht, poezi, kemi pasur shumë aktivitete të tilla. Domethënë, kjo periudhë e shkollës ka qenë goxha frymëzuese dhe mendoj se është nga etapat kryesore të jetës së formimit të njeriut. Dhe kam pasur fat se prindrit e mi kanë dashur që unë të jem në një nga shkollat më të mira Tiranës. Edhe faktikisht Kongresi Përmedit ka qenë një nga shkollat më të mira elitare. Në the njëshi e ndrun atë emrin. Servete Maçi. Po, kur na lajmëruan që do ndrohet emri, na erdhi si çudi. Kështu pastaj aty kuptuam, domethënë që diçka ka ndryshuar në sistem. Dhe kur vjen kujtohet tani ka qenë pra 91-shin. Na lajmërojnë në klasë që do mbyllet më shpejt mësimi, që s'ndodhte asnjëherë, është shumë e vështirë për të mbyll. Dhe diçka po ndryshonte në sistem. Dhe rënja e bustit të Enver Hoxhës ka qenë për ne. Ju ishit në shkollë? Në shkollë, po ishim në mësim. Ishim në mësim. Babi thot ka qenë në punë, domethënë të gjithë janë angazhuar dhe kur kam shkuar në shtëpi, shikojmë të vëshon, të vëshja ishte vetëm atëherë, po dhe tregojnë këto pamjet e rrëzimit të busit. Dhe unë i kthehem babit dhe them, Enveri është i keq. Dhe ai kthehet, do kush ka thënë. Ndërkohë që shikoja në sytë e tij që një ndritshim në sy, patjetër sepse një popull i vuajtur të gjithë. Po me frikë. Por u habit si ka mundësi që nga doli kjo shprehje nga unë. Kush Domethënë që po flitet rreth. Jo, unë kuptova ndjeva vetë që diçka nuk shkonte, diçka nuk ishte mirë, sepse edhe jeta që bënim ishte shumë e zymt. Pra fëmia, siç thash, fëmia e ndjen sepse ka shumë ëndra, ka shumë, domethënë frymëzohet për diçka më të bukur dhe nuk arrin dot të i përjetoj ato. E shikoja për shembull që të gjithë shoqet e shokët e klasës time ishin të veshur njësoj, ose dikush tjetër kishte diçka më shumë. Për shembull, dirigjenti Teno Koço e kam pasur djalin në klasë, të djalin e vet dhe ai iku një herë në Kin me babain e vet. Dhe kur erdhi në klasë, po ikën në shteti, dhe na duket sikur pse sikim. Linte kjo pyetje vetvetiu. Dhe kur vjen ai sjell nga këto një pak të çakis, edhe na ndan të gjithëve. Na ndan të gjithëve ne. Edhe thoja si ka mundsi ai ikën ne nuk ikim. Ai ka parë diçka ndryshe, ne nuk e kemi parë diçka ndryshe. Pra njeriu edhe fëmia mediton shumë, pavarësisht se nuk e shpreh dhe nuk e thot. Dhe janë këto situata. Ishte kuptuar pra domethënë që ka një lloj barriere, edhe fëmia e kupton këtë gjë. Po. Ka një pikë pyetje të madhe. Po pastaj në klasë të 6, çfarë babi, që më bab që se thema përpara. Se kishte në burg. Po. Dukeshin ato, dukeshin veprimet, dukeshin ndjehet kur diçka nuk është mirë dhe nuk është në rregull, pavarësisht se të gjithë janë ruajtur, mos flisnin, mos. Po. Situata shumë të rënda, por që jeta vazhdoi. Unë në klasë të 6, fati deshi që ekipet e volejbollit të vajzave shkonin në shkolla fillore dhe i ofronin kush dëshiron që të marrë pjesë në ekipet e volejbollit. Të jetë aktive, pyesni prindrit tuaj dhe mund të vini. Unë pranova direkt sepse isha një fëmijë që doja të provoja, të eksploroja për çfarë mund të pëlqente në jetë. Edhe socialiteti që ke pasaj që Po, duhej. Dhe aty nisa dhe volejbollin në klasë të 6 deri në vit të parë. Nuk arrita gjatësinë që duhej, sepse është edhe pak genetike, por që i kisha shumë të nevojshme sepse normalisht aty fitova edhe aftësinë për të shoqëruar, për të krijuar një karakter, për të zhvilluar karakterin. Sporti është shumë i rëndësishëm dhe unë një nga arsyet pse unë djemt i kam angazhuar me sport ishte kjo, sepse e para të shkëputen nga gjërat që nuk janë të nevojshme për t'i bërë në periudhën e ditës, dhe e dyta për zhvillimin e tyre si mendor, si fizik, edhe për shumë arsye të tjera. Kështu që mendoj se ka qenë një fëmijëri e mirë, që më kanë dhënë bazat e jetës për më vonë. Bazat e duhura, po. Po se si u fute gazetaria? Si filloi, domethënë, kishën plan diçka tjetër për veten tënde apo?
Ka të kisha pasion që fillim. Ishte një zbulim që unë e kuptova me kohën, si thash, e kisha qef pak poezit. Ato reflektime që I ke me veten tënde, më pëlqente të qëndroja vetëm, të reflektoja, të mendoja dhe të shkruaja. Më pëlqente kjo gjë. Ti jedi mendimet në një letër, domethënë. Po, dhe kam botuar një libër të vogël, një libërth. E kam botuar në në Pej, më falni, Në poezi? me poezi dhe ajo ka qenë thjesht për ta pasur unë si kujtim, për të mos I pasur të shkruar në për letra, në për bloqe, në për thjesht ta kisha një përmbledhje. Po dhe kam personale atë, nuk Nuk është se jo ke dhënë shoqërisë. Sa kopje ke bë? Urdhra? Sa kopje? Kam bërë 100 kopje, po kam kopje, domethënë, sepse ja kam dhënë pak njerëzve, dedikatore, quajta meditime. Dhe aty më pëlqeu, domethënë e kuptova që të shkruash është diçka e mirë. Të bën të ndjehesh mirë. Patjetër. Dhe në gjimnaz, nga viti I 2 I 3, edhe me mësuesen e letërsisë, që unë them se ka të bëj shumë edhe mësuesi. Gjimnazi ku e bën? Patjetër. Të Çajupi. Çajupi. Të Lagja. Të Lagja. Dhe mësuesi e letërsisë Herta, cilën unë takoj edhe sot, me shumë përzemërsi. Ajo më shtyu dhe më dha kurajo. Dhe shumë e rëndësishme kjo, sepse është një moment që o do ta shtysh nxënësin tënd që të eci përpara të gjej vetveten, pavarësisht le të dështoj një herë, 2 herë, 3 herë, por e kupton është për ato ose nuk është. Dhe unë e kuptova që përveç kësaj unë pash edhe një ngrohtësi, pash edhe një mbështetje, dhe fillova dhe krijova edhe këtë idenë tjetër, të krijoj gazetën e shkollës. Në vit të 3, në vit të 4 kam krijuar gazetën e shkollës me emrin Kristal, nuk e di pse më erdhi ajo. Kristal, do të thonë të pastër, jemi të pastër, jemi të ri, do të thonë me këtë fondet. Shumë e bukur kjo. Do të thënë nuk është se mendova asgjë, thjesht ec. Jo, në asnjë mënyrë. E kam pasur gjithmonë këtë. Ec pak, shiko dhe vepro. Ec pak dhe shiko dhe vepro. Erdhi kjo ide për të bërë gazetën e shkollës? Pse erdhi kjo ide? Sepse pash edhe shumë nxënës të tjerë në klasën time që bënin poezi, shkruanin mendime, bënin pyetje dhe I thash, të gjitha këto që keni, ne do t'i vendosim në një gazetë. Dhe mi dhanë, më besuan, dhe shkoj dhe gjej, nëpërmjet mësuese Hertës, gjej dhe një designer. Do me thënë në 97-98. Shumë faqosës. Aty afër te Çajupi ka qenë. Ma e gjen atë dhe unë ç'a bëj? Marr një flet kështu të bardhë dhe I thoja në këtë katrorin këtu do vendosësh këtë. Imagjinoj gazetën. Po, e imagjinoja. Të katrorin këtu do vendosësh këtë. Në rregull thosht ai. Dhe ç'a ndodhi? I thash të klasës, të gjithë shkolla mori vesh. I thash kushdo që do ta blej do e paguaj kaq, nuk e mbaj mend shifrën. Po. Dhe të gjitha këto para që shkonin deri te 120.000 lekë, 140.000 lekë, këto e mbaj mend shumë mirë sepse ai jepja të gjitha paratë ai jepja faqosit. Të gjitha. Dhe thoja, këtë muaj jam bërë kaq, nuk ma bësh me kaq? Do me thënë, po. Ndjesha shumë mirë. Nuk e di, a e ka apo jo shkolla kopjen. Ishte herë në javë, herë në muaj. Njërë muaj ishte. Njërë muaj, sepse ishte... Po ishte diçka shumë e veçantë, edhe nuk e dija vazhdon akoma si ide, apo është në një kopje ekziston aty... Kur e mendoj... Vetëm për shkollën tuaj. Vetëm për shkollën ishte. Nëse kena pas për shumë. Gjimnazi Çajupi ishte I vetmi gjimnaz që kishte një gazetë. Dhe mbaj si një, domethënë, mendova se kam një investim për veten time, për të kuptuar. Tani kisha dhe kritikat e babit që thoshte, ti fillove violinën, nuk e vazhdove. Ti fillove sportin, nuk e vazhdove. Ti po fillon gazetarin, që do bësh? Do ta provojmë dhe këtë. Do ta provojmë, sepse e shikoja vetën e re. Domethënë e re dhe ti kupton se ku je, për ku je. Dhe mendoj se është mosha kur ti vërtet provon aftësitë tua dhe ku pastaj do japësh maksimumin tënd. Ti kupton pak a shumë se për çfarë je lindur dhe për çfarë ekziston. Gazetari e nisa në 97-ën, ishte përsëri mësuese Herta, me bindit të djathta. Që I bide në 97 sa vjeç ishe? 16 vjeç. 16 vjeç. Në 97-ën ne dëgjonim shumë radiokontaktin.
Po radio. Ishte radio opozitare. E di. Po. Edhe punonim në atë kohë, domethënë punonim edhe për Kosovën, sepse Kosova ishte në periudhë lufte. Po. Mblidheshin shumë ndihma. Ne dëgjonin njerëz zakonisht shumë. Dhe I them babit, I them unë. Babai do iki herë të shoh aty te radio kontakti, mos filloj aty. Pa para, pa pagesë. Po. Kam qëndruar aty 7 muaj. Edhe bënim një emision pas dite me telefonata. Pra puna ime e parë ka qenë radio kontakt me Në telefonata. hallet e qytetarëve. Po. 97 pastaj ka qenë dhe 97 për ne ka qenë kështu. O Ishte kishin para për fol njerëzit në atë periudhës. Po, po. Jo, dikush është çështja që si të vishte ke radio kontakti. Po pra. Nuk shashin domethënë qeverinë por sa ardhur. Po qeveria, po patjetër. Dhe unë isha në fillimisat e mia, neve si familje me bindje të djatha. Më fal tash, lutem. Po. Tash 7 muaj s'erdhi asnjëri më thon na Po isha e re. I rrog, Tani isha e re, çfarë robi mund 3 kërkoja? muaj, 4 muaj, 7 muaj, Shumë shumë. i prov. Renis më beso, domethënë nuk shkoja për para. Jo ti Se tash shkoja, mund- po të vjen me njëri. Të bëte zemra Unë vet. aty mësova për herë të parë, mësova kompjuterin, tastierën. Aty pash ishte një Pentium 1. Po, Mirë pas një pas Pentium në atë kohë. Windows 95. Domethënë aty unë e mora si shkolla atë më shumë se sa Patjetër, për patjetër. përfitime, sepse normalisht unë me këtë logjik, në këtë logjik ecet, pra, nëse do të hysh një rrugë, atëherë e s'pare ta mësosh një herë rrugë, pastaj Po, kërkosh Po. tash. Të zhvillohesh. Unë mendoj që deri në 5 muaj mund të. Nëse mendimi. Po jo, sepse ishte një fushë komplet e re. Domethënë unë isha shumë e re vet dhe normalisht që kërkoja diçka mbi atë që mund të kishin pretenduar dhe familja ime dhe vetë unë, ishte një fushë totalisht e re. Pra kishe të bëje me një masë më të madhe njerëzish që të dëgjonin. Po nuk ishte më ajo gazeta e shkollës, ishte. Pikërisht, po, domethënë unë dola në jetë me pak fjalë. Në jetës. Dhe unë si një fëmijë pak i ndrojtur, Kishe emocione? fare. S'kishe. Unë ka qenë drejt për drejt, normalisht. Live. Po, drejt për drejt, po. Dhe kur kthehem në shtëpi, thot babi, sa më surprizova. Kishte Ti? gjuhë. Ti ishe? Ashtu, e? Po, i thashun. Ku i kishe që ato fjalë tash? Ku i mbajë ato fjalë? Më pëlqeni thashun. Dhe unë them se është kjo, që e para që t'jepet mundësia, e dyta dhe liria në të bërit atë punë. Nëse ti një punonjës e lë të lirë të punoj, si ai e mendon, do të shfaq të gjithë potencialin e vet. Në momentin që ti vendos trysni dhe do thuash këtë, do bësh këtë, atëherë nuk ke produktivitet. Në asnjë mënyrë. Dhe këtë gjë, prandaj unë e gjeta veten në këtë fushë. Nga 97-a, domethënë në radio, nga radio kalova në televizion. Ka qenë televizion Nesër TV. Po, më mojmen. Edhe atë, thash, do mësoj kamerën. Do mësoj të njihem me kamerën. A do më pranoj kamera mua? A do jem unë e përshtatshme për kamera? Asa nuk e dijej. Po. Për zërin e kalova provimin, se është ta fal Zoti. Dhe që është ke figura. Po. Te figura mirë. Nuk ishte televizioni që unë përshtatesha, por kisha për ta filluar, unë testova veten time. Okej, edhe televizioni kaloi. Super. Aty kam ndetur shumë pak, rreth 3-4 muaj, më pas rodhën muajt edhe në 98-ën fillova punë tek televizioni Arbëria. Të Vaja. Aty kam qenë në emision mëngjesi me Berdumanin, Fatos Riston. Kemi bërë një emision të këndshëm. Dhe aty realisht kam parë që fillova punën profesionalisht. Kjo është rruga. Kjo është rruga. Dhe ku e kam kuptuar 100% ishte, si fillimi bënin emisionet regjistruara dhe kishin skenare të gatshme. Besoj nis nuk e mësoja dot tekstin. Nuk e mësoja dot sepse ishte një diçka shablon për një emision shumë të thjeshtë. Nuk e mësoja dot realisht. Domethënë që mësoja përshëndetje, mirë se keni ardhur në emision. Duket si robotike gjithë Shumë gjëja dhe nuk pëlqente mënyra e ndrojtjes. Unë doja ta shpreha ndryshe për shembull, të vinte burimore ajo gjë. Çdo fjalë donin kështu. Po sepse ashtu e kishin menduar. Dhe kaluam transmetim live. Kur ishim regjistrim, unë kisha problem jashtëzakonshëm. Aty realisht punonin kameraman, regjizor,
shumë Mirë. profesionist. Po. Profesionist. Atëherë bëj edhe një emisione për Kosovën, që gjindeshin të humburit, familjarët vinin, bëj edhe emision special në lidhje me këtë. Domethënë të vaja në atë kohë ishte televizioni on top. Shumë mirë. Ishte shumë mirë. Dhe aty mendoj që nisa bazën time të pjesës së gazetarisë profesionale. Ndërkohë që sapo kisha mbaruar gjimnazin dhe akoma s'kisha zgjedhur degën që do studioja. E gjeta veten në gazetari. Një nga regjisorët çon një fjalë dhe thot, vjen keq, po Silvi nuk është për televizion, sepse nuk arrit dot të thot skenarin. Po, faktikisht Old school, tamam. Shkolla e vjetër. Megjithatë, po old school, por prapë unë e besova atë, sepse ai kishte një jetë eksperiencë televizion. Normalisht, unë e vlerësoja mendimin e tij, por tash po shikoja edhe veten time që nuk mundesha dot. Unë doja naturalitet, doja të isha vetvetja. Domethënë mos ma shkruante askush tjetër tekstin. Dhe dolëm transmetim live dhe më thanë që nuk ka mundësi me advice dalim live, është e pamundur. Kur s'thot dot këto fjalët, e shkruajt, imagjino se dhe më beso, kur kemi nisur live, unë nuk kam ndaluar. shpërtheve. Nuk kam ndaluar dhe ka kërkuar falje më pas. Ka kërkuar falje dhe kërkoj shumë falje, por ti nuk qenge për regjistrim. Ti je për emisione live, naturale, spontane. Po. Dhe unë e gjeta veten shumë mirë në media. Me të vërtet kam ruajtur shumë marrëdhënie të mira dhe me kolegët. Më pas Pastaj fillova shkollën e dytë, pastaj për gazetari normalisht. Për gazetari, por unë në 99-ën lëviza ika në Kosovë, sepse unë kam edhe origjinën nga Kosova, nga Peja. Po keni shumë vite ndër. Kam ndërtuar 12 vjet, po. Jam rritur atje, jam shkolluar atje. Kam një nostalgji të jashtëzakonshme për atë. Kishe kushurinë Po, kam nga ana mamit. Njerëzit e mi dhe më thanë, më tërhoqën atje dhe më thanë që hajde Silvi, sepse ishte edhe periudhë të tillë, domethënë shumë nga Shqipëria shkuan në Kosovë, punuan. Në vit, domethënë shumë të zymt. Shumë të zymt edhe për Kosovën, por edhe për Shqipërinë. Shqipëria ishte më e zymt se Kosova. Më ka magnitur se si Kosova u rindërtua për 3 muaj. Po. Të gjithë punuan në shtëpitë e tyre, ringritën dhe i bën më të bukura dhe më të mira shtëpitë e tyre, sepse u kthyen në vendet e tyre. Dhe unë e kam gjetur Pejën të shkërmuar. Domethënë ishte e djegur totalisht. Dhe ta shikoje Pejën të rindërtuar dhe të shkëlqyeshme, nuk jam magnitur me këtë gjë dhe filluan tregtia. Po, filloi tregtia. Sa prezident të shohësh gjithë qytetin që punon për ta Patjetër. ngritur në këmbë prap. Dhe shikoja një rregull të jashtëzakonshëm, sepse kishte ardhur miku, ishte këfori, që vendosnin dhe rregull në qarkullim, vendosnin rregull në çdo gjë, edhe në shtet, që nga urbanistika dhe nga gjitha nga çdo gjë, edhe nga administrata. Dhe unë ndjeva jashtëzakonisht mirë. Më vinte keq që u largova nga Shqipëria, u largova nga Tirana, por besom që ishte një situatë shumë e zymt dhe situatë sikur po më përsëritet përsëri sot. Domethënë po shoh pa të gjendje, pa të lloj depresioni, pa të lloj zymtësie, varfërie dhe më krijohet si një déjà vu e asaj kohe. Se mos i vjen në Kosovë prap. Jo, më mbajnë tu tani, nuk më lëshon njeri. Nuk më lëshon njeri dhe ika ime në Kosovë realisht më formoi karakterin dhe më pëlqen mënyra se si ata e respektojnë më të madhin, e respektojnë mikun, e respektojnë fjalën, mendimin. Janë njerëz modest dhe duan përballë vetes tyre dhe njerëz modest. Jam përpjekur që të jem vetvetja dhe me të vërtet kam për shumë miq atje në Kosovë dhe kam akoma miq dhe më hapin derën kurdo që unë të shkoj. Përveç se unë ne kemi qëndruar të gjithë si familje dhe vllajt dhe prindët e mi, mami, papi. Dhe familjarisht i të roqa dhe ata, po. I thash nuk mund të jetoni më në Shqipëri, lini çdo gjë. Do vini, do jetoni me mua. Qenë bashkë. Po, kemi qenë bashkë. Unë 8 muaj kam qëndruar vetë. Në ofertë nga televizion e radio, apo shkove dhe gjete vet, pastaj e krijove vetë terrenin. Më ofruan, më thanë, shko shiko tek radio televizionit Dukagjini, ishte në Pej, dhe kam gjetur veten që ditën e parë. Në kisha eksperiencë nga Tirana gjithë ato, por megjithatë unë tregova dhe veten time, mundësitë që çfarë mundonem, punova 6 vjet në radio Dukagjin, televizion Dukagjin, të dyja fushat.
Krijova dhe festivalin e parë, konkursin e parë të zërave të rinj për fëmijë. Atje, dhe ishte një ide e imja që më mbështet shumë. Pata një mbështetje të jashtëzakonshme nga gjithë korporata, sepse është korporat aty. Dhe kam bërë gjëra të bukura për cilat kam kuptuar shumë mirë. Shkollën, bëj edhe të njëjtën dhe punën në radio televizion apo? Po, të dyja njëkohësisht. Por besoj që gazetaria shkollën e ke pas në Prishtinë, duket në Prishtinë. E kam pas në Prishtinë dhe normalisht gazetaria është një, më shumë për praktik se sa teori. Po. Ku ishe ke politika, ke... Më shumë isha te socialja. Sociale. Po, më shumë isha te socialja. Edhe tani, jam më shumë te socialja, jam më shumë te njerëzit. Domethënë jam afrueshme tek rastet të cilat janë konkrete. Ishe me sy dhe mund patjetër dhe të mund të ndihmosh, të kesh mundësi të ndihmosh. Dhe gazetaria e ka këtë impakt. Pra identifikimi situatave, të realiteteve. Gazetaria e bërë mirë, se siç ndodh rëndom në Shqipëri, ka shumë censurë. Mendon se ka censurë, vazhdon të ketë shumë censurë? Tani? Të flasësh tani për gazetarin, duke qenë se unë kam kaluar 97-ën, kam kaluar nga viti 99 në Kosovë, erdha këtu deri në vitin 2011. Kam punuar me Armand Shkullakun, kam punuar me gazetar shumë të mirë në Kosovë. Domethënë të mendosh se ka pasur një standard të jashtëzakonshëm përveç faktit që isha dhe korrespondente e BBC-s në Prishtinë. Po. Muharrem Nitajn. Domethënë janë emra shumë të mirë, profesionist. Etika e gazetarisë me keqardhje e them, po humb dita ditës. Sepse vjen nga presioni. Siç thash, kur ti nuk lë gazetarin që të punojë, të jetë i lirë dhe të punojë mbi atë që sheh dhe mendon dhe e gjykon, atëherë profesionalizmi humbet. Dhe reflekton më pas dhe tek njerëzit. E vërteta është që sot njerëzit janë të bombarduar nga informacioni. Telefoni ka çdo gjë, rrjetet sociale japin gjithçka. Dhe mendoj se ky lloj bombardimi që i vjen qytetarëve sot është bërë selektiv. Nga kontaktet që kam me njerëzit, mendoj se njerëzit janë të prirur më shumë tek çështjet të cilat prekin jetën njerëzore dhe se si mund të shkojnë deri te zgjidhja e kësaj. Dhe çfarë mund të sjellë zgjidhjen dhe kush mund ta sjellë të zgjidhja. Pra janë të lodhur me propagandën, janë të lodhur me falsitetin. Dhe mendoj se këto 12 vite kjo situatë ka degraduar. Ka degraduar dhe tani po bëhet një bumerang mendoj, sepse njerëzit po reflektojnë. E kuptojnë se kush është i vërtet dhe kush nuk është i vërtet. Rrjetet sociale kanë bërë që kanë anën e vet negative, ka dhe anën pozitive, por ajo ana negative është se kur në telefonin tënd gjithkohës bombardohesh me informacion që ku flasim këtu për qeverinë dhe opozitën, qeveria është e bombarduar me propagandë, me gjëra të cilat janë të lodhshme për mendjen dhe sytë e njerëzve. Pra është një manipulim. Mendon se është një lojë se këto do të pyesje, mendon se është një manipulim i mendjeve njerëzore. Pra njerëzit kanë filluar që ta kuptojnë këtë dhe duan që ti reflektosh të vërtetën. Pra ti jesh mes tyre. Ajo është detyra e gazetarit mirë, në fakt. Patjetër. Dhe mendoj se kjo është një sfidë që gazetarët po e përjetojnë vet. Por është edhe ai rrethi mbyllur që normalisht ne jetojmë në Shqipëri. Dhe secili nga ne ka familje, ka detyrime. Kështu që duhet respektuar. Patjetër që kanë frikë. Patjetër që kanë frikë. Ta bëjmë punën vetë siç duhet. Se ngelim pa punë. Po pikërisht kjo është ajo. Dhe unë i kuptoj shumë mirë kolegët e mi. Se unë kam kolegë. Dhe i njoh shumë mirë. I njoh dhe për nga temperamenti që kanë, për nga gjykimet që kanë. E kuptojnë realitetin dhe kjo është shumë e rëndësishme kur kuptohet e vërteta, kur kuptohet realiteti. Por rrethanat e bëjnë që ato të... Por megjithatë, unë kam besim se qytetarët shqiptarë
janë të zgjuar. Ja, ato do thoya, jemi rrasë zgjut. Jemi të zgjuar. Shqiptarët janë të zgjuar dhe edhe qetësia dhe heshtja do të reflektojnë, sepse sado që manipulimi apo propaganda, presioni të mund të mbjetojnë në një pikë do të shpërthejnë për keq. Kështu që edhe superpushteti nuk është i mirë. Kështu që njerëzit sot është fatkeqësi të shikosh, për shembull, jeta ime është e lidhur në Elbasan, pavarësisht se jam nga Tirana, është e lidhur në Elbasan. Të shikosh një qendër të Via Ignatias, domethënë të një vendi ku ka kaluar ka histori, po. Tregtia ka evoluar në të gjithë Shqipërinë, të shikosh një vend të varfër me plot kuptimin e fjalës. Po. Duke nisur nga qendra e qytetit. Kjo varfëri patjetër që do thonë që okay, do ekzistojë gjithmonë, por kur flet për turizëm, kur flet për mirëqenie, kur flet për nuk e di, për këtë manipulimin që ne tham, atëherë shiko pak të vërtetën, sepse e vërteta është aty, nuk mund ta shmangësh. Shumë drejt. Dhe kjo është një nga misionet e mia, është që qëndroj afër njerëzve. Ka qenë gjithmonë dëshira imja. Nuk lodhem asnjëherë takoj njerëzit. Asnjëherë nuk lodhem të dëgjoj. Bravo qot. Asnjëherë, sepse në fund të fundit kjo është për çfarë ke lindur. Po. Një arsye pse ke lindur. Shumë drejt. Po përvoja në BBC, si ka qenë? Përvoja në BBC, unë atëherë sapo isha shkëputur nga televizioni, radio televizioni Dukagjini. U hap një konkurs i BBC-s dhe aplikuan rreth 140 gazetarë. Mes tyre redaktor, redaktor, gazetar freelancer, shumë, shumë, sepse të jesh pjesë e BBC-s është edhe çështje e CV-s tënde, domethënë që Po, patjetër. Dhe BBC-ja ka një kriter shumë të mirë, që donte figura të pastra, figura të cilat nuk kanë konflikte, nuk kanë krijuar asnjë lloj problemi, pjesa gazetarisë ose të kesh bërë shkrime problematike, nxitse apo Në BBC me biografi. Po, i doni figura të pastra. Ti je pas gjyshën Po bandist. pra. Jo, më shumë nga ana profesionale gazetarisë se sa personale. Kem shaka pra. Dhe bëm një intervistë, isha në staf, në pjesën e ngushtë të intervistave ku u përzjodhëm. Pata fatin që t'isha e përzjedhur, t'isha korespondente nga Prishtina. Sa shkoj rrogat e direkt, paf. Ja, prapë, s'ishte çështje rroge, ishte çështje eksperiencë. Dhe po mendoj gjëra të tjera. Ama, domethënë të quhesh pjesë e stafit BBC-s është më shumë se paraja apo rrogancë. Aty përveç asaj mësova se si ti duhet të jesh komunikues me kolegët e tu. Të mos kesh arrogancë, të mos kesh problematik. Domethënë morë edhe trajnim nga ato të BBC-s. Trajnim njerëzor. Përveç se trajnim profesional. Dhe shpreha e ish shefit tim të zyrës së Prishtinës BBC-s, Muharrem Nitraj, ishte që ne përzjedhim njerëz, profesionist bëhesh. Shumë drejt. Do profesionin e mëson. Por si njeri duhet ta kesh para të kesh e lindur, pastaj në formimin tënd të mëvonshëm. Dhe mendoj se ka qenë nga eksperiencat e mia më të mira në gazetari dhe ish shefja e seksionit shqip na mblodhi për 30 vjetorin e rihapjes së BBC-s në gjuhën shqipe, na ftoi në Londër dhe jemi mbledhur të gjithë atje në Londër. Kemi shkuar atje. Tani vonë, kur na thonin që nuk do merrni as vizat vizat britanike dhe amerikane sepse jeni të pozicionuar. Unë atë kohë mora vizën britanike. Çështje partijake. Në atë kohë mora pastaj vizën britanike, këto gënjeshtrat. Dhe me gjëra fjalë ndodhin rëndom. Politika si hyn pastaj? Në politikë, ne kemi qenë familje gjithmonë e djathtë. Në 97-ën, kur unë shkova tek Radio Kontakti, mami e nxorën nga puna, në kohën e Fatos Nanës, edhe më tha që hajde s'do të antarsoj të PD-ja. Po, i thash, unë kam unë tesërin e PD-s, 97. 97 domethënë. Edhe për aty pastaj ne gjithmonë kemi nga Kosova që kemi votuar me pasion, doktorin e kemi
udhërofyes të pa konkurrueshëm. Dhe të pasionant, gjithkohës pasionant, të djathtë, vini votonin kështu. Dhe unë nisa punën, kur erdha nga Kosova, nisa punën tek ABC News në 2011. Apo e mbyllet ciklin, kishe dëshirë të kthehesh? Arsyeja ishte martesa ime me bashorten, me bimin, edhe ai mbaroi masterin në Londër, në një nga shkollat më të mira në botë për biznes. Ai u kthye në Tiranë, unë detyrova të kthehesha në Tiranë. Dhe patjetër do të kthesha në Tiranë, po duhet gjeja patjetër një punë. Normal. Dhe fati deshi që u hap ABC News, Franco Egro, kishin punuar në BBC me të, më bën një ofertë që eja se televizionit. po, dhe do jesh një nga moderatorët kryesore të televizionit. Dhe ishin 5 moderatorë. Unë isha në orët e vonat natës, se isha vetëm pa fëmijë, domethënë kisha mundësi që të punoja, dhe nuk e kisha problem pjesën e orarit. Domethënë për mua ishte prap vazhdim eksperience. Diçka tjetër ndryshe. Nga mëngjesi deri në darkë. Dhe nuk ja përtoja asnjëherë punës. Dhe në moderim, nga ora 10 e darkës deri në orën 1 të mëngjesit e kisha orarin tim. Ka qenë me të valgjata, se ka qenë vetëm i fokusuar ke lajmet. Te lajme dhe live. Edhe live. Live gjithkohës kishte më regjistrim. Në çfarë viti ka qenë kjo? Në 2011 është hapur. Pas atë logon si portokallim duket. Po. Dhe përveç kësaj u merresha edhe me lajmet e Ballkanit, sepse kisha njohjet në Kosovë dhe merresha më shumë me Kosovën, Maqedoninë. Dhe me lajmet nga Serbia, por që nuk ikja në Serbi, vetëm thjesht gjeja mënyrën time për të prodhuar lajmet nga Serbia, por merresha me lajmet e Ballkanit. Domethënë punoja edhe në desk, jepja edhe lajmet. Për cilën ndjesha shumë mirë, sepse bëja një gjë që e pëlqeja dhe e doja. Më pas, në vitin 2012, pas një viti e 2-3 muaj, në një moment më lind dëshira dhe shpreh dëshirën që të jem pjesë e stafit në kryeministri, kur doktor Berisha ishte kryeministër. Sepse kisha energji, domethënë e re. Kisha energji, pastaj shikoja po heste shumë mirë, kjo, dhe shikoja edhe kolegë të tjerë që bënin edhe nga 2 punë, dhe thoya pse mos ta bëj? Bëj edhe një punë tjetër dhe isha okay me veten time. Ishte përballueshme domethënë. Patjetër, sepse isha vetëm, kështu që por në atë kohë ishte një moment që ndoshta edhe Zoti kur i bën planet, i jep momentet e veta. Edhe kjo dëshira ime erdhi ndoshta në momentin e duhur. Albana Mustafaraj ishte zëdhënëse e Partisë Demokratike në atë kohë dhe ishte një moment, domethënë që do largohej për shkaqe të veta personale. Një vajzë shumë e mirë, për cilën jam falenderuese sepse më ka mirëpritur jashtëzakonisht mirë. Më ka thënë disa këshilla të vogla, për cilat kanë qenë udhërfyese për mua, për vetë faktin sepse unë vija nga një terren mediatik dhe po hyja në një terren politik. Kështu që ajo pak a shumë më dha një udhëzim që Silvi, ti tani ke marrë një stafet tjetër dhe duhet të kuptosh sepse tani je në një realitet të ri dhe do mësosh gjëra të reja. Kështu që gjëra të reja, prap. Mësoj që tjetër. Dhe doktorin atë kohë kryeministër më emëroi zëdhënëse të Partisë Demokratike. Ishte surprizë, domethënë shumë e mirëpritur nga ana jo, nga familja, nga çdo kush. Dhe presa e dite, kur kanë filluar, ka qenë kur doktori më ka prezantuar, duke i uruar dhe 2011 ka qenë kjo seria ku është tani apo ka qenë ke e vjetra, ku është përballë aty ke filluar me fjalë. Aty kam nisur, ka dytë. Ka qenë ka të dytë. Dhe domethënë shkuarja ime aty ishte komplet sfidë e re, por megjithatë unë kam temperamentin dhe tipin domethënë që unë i marr gjërat me qetësi. Dua ta kuptoj terrenin, dua të njoh njerëzit, të njoh gjëra sepse është gjë e re dhe pse duhet pa influencat jashtme domethënë. Domethënë ta marrësh në mënyrë natyrale dhe mundohu të tregosh sa mund të bësh, çfarë mund të bësh, të bësh mirë për këtë terren që je, dhe tregosh dhe aftësitë tua, mundësitë tua. Kështu ka qenë. Dhe prej atij momenti nga marsi 2012 deri sot që flasim bashk, unë nuk jam ndarë Partisë Demokratike.
Dhe më zhdukur gjithmonë si një shtëpi e dytë. Nuk e quaj asnjëherë vend puna. Asnjëherë, sepse dhe marrëdhëniet njerëzore aty janë shumë të afërta. Domethënë edhe aty ku je, edhe pse janë koleg, do më krijon një marrëdhënie shumë të afërt me ta. Nuk i ke. Po, unë flas për veten time, flas se si unë i kam krijuar marrëdhëniet. Jo, unë s'kam eksperiencë, sepse unë të njëjtën gjë, po mendoj që mund të ketë, ndonë se si vemre, duhet ketë njerëz që mund të jenë xhelozi çik për ty, për arritjet e tyre. Xhelozia të bën që të jesh më i fortë. Thonë kjo, pse kjo, jo unë këto. Xhelozi ç'është e gjinis tuaj, ha? Unë sem xheloze. Se këto, unë sem xheloze fare. Jo ti jo, po kam përshtypjen se nuk është kaq kështu fush me lule. Jo aty brenda, po profesion përgjithësi. Unë mendoj se situatat dhe rrethanat njerëzore bëhen siç ti kërkon. Unë jam person që jam pajsor. Ti mund të jesh pajsor, po se ke ndjerë asnjëherë një presion kështu si varet se del nga presionet. Po pra, ti mund të kesh aftësinë dalësh, por a ke ndjerë ndonjëherë që të kem parë me sy ndryshe. Po kjo është normale, nuk është ndonjë gjë që duhet kesh frikë ose të intimidohesh apo të stepesh. E rëndësishme është që ti të njohësh veten. Po njohën veten, ecën përpara. Shumë e drejtë është kjo, po. Varet se si i përballon. Sepse është ai libri sekreti, më pëlqen më ai libër. Është libri i vogël. Kam ngel mendjen vetëm një shprehje, thotë: nëse do të bëhesh mësues, do të punosh të bëhesh drejtor. Po. Pra, edhe në këtë kuptim ku jemi, nëse unë dua të kem diçka, do të punoj shumë më shumë për të arritur atë që dua. Dhe kjo është normale. Dhe nëse je në një rreth ku ke situata jo të këndshme, do t'i pranosh, sepse kjo është pjesë e jetës. Kjo është realiteti, nuk është se është diçka. Ka gjithmonë njerëz të mirë rreth rrotull. Tani ti mundo t'i bësh për vete. Po. Është aftësia jote pastaj. Me të mirë gjithmonë shkon, gjithmonë do ta ulësh edhe atë që patjetër. Dhe ana profesionale, mendoj, nëse tregon mirësi, tregon bashkëpunim, tregon profesionalizëm, ti do ecësh përpara. Këtë e kam si këshill edhe për mikeshat e mia. Dhe për këto që na ndjek tani. Domethënë janë armë shumë të fuqishme që të ecësh për aty kudo. Mirësia, paqja me njerëzit dhe profesionalizmi. Do t'i kesh patjetër situatat e vështira, është normale, është njerëzore, siç ekziston e mira, ekziston dhe e keqja. Por me këto dy armë e përballon. E përballon dhe ecën përpara. Forcën, domethënë forcën për të ecur përpara, sepse për të ecur mbrapsht e di ti rrugën se shkon mbrapsht. Po për të ecur përpara duhet të jesh i përgatitur që të hasësh edhe në kështu. Me njerëzit me konkurrencë negative në përgjithësi janë njerëzit më pak të aftë. Po megjithatë. Marrëdhëniet e mia në PD kanë qenë gjithmonë pozitive dhe nuk ka kënaqësi më të madhe kur shkon në seli dhe përshëndetesh që nga roja e derës dhe kangjillat. Lezetshme. Po, me kënaqësi të përshëndes. Pra kjo është një kënaqësi që ti e merr. Është që nuk është hipokrite, domethënë. As pak. Edhe kolegët që ke aty dhe të gjithë. Dhe e rëndësishme është që të krijosh një atmosferë pozitive. Vjen mirë që ka shkruar pozitive, po patjetër. Ta shijosh sepse janë 8 orë ose më shumë. Janë 8 orë dhe ato 8 orë ty të ndikojnë nëse ti krijon një situatë negative, të ndikojnë edhe në familjen tënde më pas. Kështu që unë gjithë këto vite, domethënë 13 vite sapo bëhen, gjithë këto vite nuk kam dashur asnjëherë të krijoj, asnjëherë nuk kam dashur të krijoj konflikte, probleme, sepse nuk jam njeri, probleme dhe konflikteve nuk. Kështu që dua që edhe dikush që të më shikoj më vonë, mas disa viteve që mos kemi pasur më kontakt, ta thot një fjalë të mirë edhe pa e kuptuar unë. Kjo më pëlqen. Dhe sepse kjo jeta në fundit një herë jetohet. Dhe për çfarë do mbahesh mend? Megjithatë, libri i sekreti është pak më tepër pozitiv dhe pak më tepër më tepër utopik për shihet e mia, them drejtën, një botë ku jetojmë. Është libër shumë i mirë që ka shumë gjëra të bukura brenda, ka shumë ide që mund të japin njerëzve, këshilla, po është pak utopik për kohët ku jetojmë.
them Është drejtën. vërtet. Por unë kam gjetur shumë veten aty. Jo, edhe unë e kam gjetë veten, them drejtën. Më ka ndihmuar shumë dhe mua në fakt. Po. Është libër shumë i bukur, po pak utopik. Vazhdoj të rita. Megjithatë njerëz të mirë e takojnë njëri tjetrin, Patjetër, edhe njerëz që patjetër. kuptojnë njëri tjetrin e takojnë, kështu që Patjetër. Ajo është gjë më e mirë që mund të marrësh një jetë, domethënë të ndash rrugtimin me njerëz pozitiv, me njerëz nga cilët edhe merr edhe jep. Kjo është gjë shumë e mirë. Ke pasur talent për diçka tjetër? Përveç gazetarisë? Ke një hobi tjetër? Përveç violinës dhe voleybollit. po. Eri, Ta gjitha. Aty shkoj te gazetaria më shumë. Aty jam atë. Po, Kjo është gjë që të pëlqen më tepër. Përveç për talent. muzikë. Vesh më. Qa muzikë gjo, ja, ta marrë, qa muzikë. Jam faktikisht jam kreative. Ah. Sa të drejtën. Pra ne po them. Nuk e mendoj gjatë se çfarë do bëj. Më vjen në moment një ide dhe e bëj. Nuk e lë që ta mendoj më gjatë, se po e mendova më gjatë, ose nuk e bëj ose do bëj ose do keq. jesh më tepër detajiste se sa duhet. Do e bëj Po. më keq, po. Na ndodh gjithë dhe kjo. Unë jam te muzika italiane. Okej. Jam te muzika e vjetër. Te këngëtarët Mina, Celentano, po, Celentano, këto janë. Battisti. Jam i çik me këtë metodën e Ja, vjetër. s'ka qenë shumë të mirë, janë artistë shumë të mirë në fakt. Edhe ju jeni artist shumë të mirë. Ja, Kështu faleminderit. që Erdhi baba gjyshi më Erdhi, se Wow. kishim një Këtë kemi nga sponsori jonë të Fortit, një dhuratë simbolike, ca motive kombëtare, ta hap tani. si dush. Okej. Sa është një mirë. kapel, mba kapelet? Patjetër ta marrim fushat. Ta marrim fushat. Da, pastaj është një kapele po. Të rë. Të rë. Të rë. Që thena almi të i PD. Të bëjmë në IPD. Fortit. Fortit, dhe emrin e kanë kështu. Faleminderit Fortit që na përkrani që Faleminderit. që bani me dhurata të ftuarit tan. Atëherë përshtatet shumë mirë, ëh? Përshtatet. PD të Fortit. Falenderojmë dhe sponsorat e tjerë, Jack Daniels që na mbështet gjithmonë. Faleminderit për përkrahjen Jack Daniels. Falenderojmë Fiber, aplikacionin e ri, tek i cili mund të gjeni ekskluzivisht episodin e radhës përpara të mërkurës, e cila transmetohet normalisht në orën 7. Të dielën tek Fiber, kek aplikacioni Fiber, nën Garage Log do gjeni ekskluzivisht episodin e radhës. Kështu që ndiqeni dhe aty po desh. Nuk kënë të marroj bateria sa të mu. Ja, se kemi këtë tikun tjetër, ja. Një herë, një cigare I dhe plak. me induksion, pa tym. Ja vle me këto. Ja vle plak. Falenderojmë dhe Laserway, e cila është një kompani që merret me vendosjen e flokëve, domethënë merrin flokët te anash, vendosin te sipër, po përveç Me zhvendosin. zhvendosjen, tamam me zhvendosjen e flokëve, e cila është një kompani që përveç kësaj gjës që bën, që është një nga kompanitë e vetme që bëjnë DHI, pra mbjelljen e flokëve me në mënyrë të shpejtë dhe pa shumë invazion, po përveç se ka këtë metodë, ajo ka dhe disa metoda tjera për mirëmbajtjen e flokut, i cili është me PRP, nëpërmjet PRP-s, pra që merret gjaku, centrifikohet dhe pastaj merret plazma dhe injektohet në vendet ku keni rrallim flokësh. Ne unë e Renisi për shembull kemi bot 2, Kemi bot gjithë proceset. Gjitha proceset. Jemi shumë të lumtur me rezultatin. Shumë të lumtur, pra Që mund të vraponi ke Laserway për cilësinë. për gjithë ata që kanë nevojë, cilësinë e gjejnë vetëm tek Laserway. Faleminderit. Faleminderit Laserway për suportin. Për gjithë ata që janë të interesuar që të gjejnë merchandising-un dhe Garage Lock, mund të futen tek sajti itfortit.al dhe mund gjejnë ca varse qelsash të tilla, kapele të tilla Unë me Genci. në versionin Simpson. Kështu që për gjithë ata që janë të interesuar mund të futen edhe tek sajti i itfortit.al që edhe të marrin. Ja, për shembull, po ty është ke faqat Fortit AL, është të hapësh kategoritë, do shihni edhe Garage Lock këtu. Kur futen ke Garage Lock, keni të gjithë specialitetet me logon e garage, bluzë, kapele, mace çetës, më the thash. Kështu që nëse i doni këtë merching edhe për të na suportuar ne, mund të futeni tek sajti i itfortit.al. Thank you. Faleminderit Fort. Hajde, cheers. Hajde gëzuar. Opa. Faleminderit sponsorat që na përkrani. Tradiati. Prap djati Reniso. O si e mendon ti për shembull? Kur je në opozit, fillojnë largohen nga çik njerëzit sepse shohin që s'kan interes. Sa përqindje interesagjika aty. Tani. Në flas në antarësi, as po flas në Tani të flas unë tamam, sepse unë nga që
Kam ja 2 muaj aty në Elbasan edhe kam takuar pothuajse të gjithë kryetarët e grup seksioneve, tani ky është një terminologji politike çik, po janë individë të cilët kanë rreth vetes demokratë të tjerë dhe kur I shikoj aq pasionant dhe aq të përkushtuar, pa asnjë interes dhe janë akoma aty, them si ka mundësi që ndodhin një situatë ku këta njerëz u tradhtuan. Në kohë të vështira në fakt ishe tamam njerëzit e duhur. Si mundet, domethënë ose ti nuk e pasur asnjë lloj lidhje me këta njerëz, as ke dashur të dish. Do thua e ke fjalën për kohën e Lulit, patjetër. Dhe kjo më vjen në mendje që si ka mundësi që tradhtohen këta njerëz besnik të bindjeve të tyre. Njerëz të cilët nuk kanë përfituar dhe nuk kanë pasur dhe nuk kanë fare akoma asnjë interes. Ne nuk kemi asnjë interes që të vim. Dhe janë këta të cilët sot janë duke punuar fuqishëm. Janë njerëz të motivuar. Pse? E kam kuptuar sepse Partia Demokratike është një parti fryme. Nuk është një parti force, një parti rreshti. Me atë që unë kam kuptuar. Dhe asnjëherë nuk ka përqen Partia Demokratike një parti e cila I drejton njerëzit sipas një urdhri politik. Dhe nuk e di se si mund të konceptohet, ama unë jam për njerëzit e lirë, jam për mendimin e lirë, jam për personat të cilët kur e thonë një fjalë ta thonë ashtu siç e mendojnë. Sepse edhe mendimi I vërtet shërben për të ecur përpara. Dhe kur flas për njerëzit me të cilët unë takohem çdo ditë, flas me bindje se kanë aq shumë të nevojshme që të kenë afër vetes së tyre njerëz të cilët thjesht I dëgjojnë. Domethënë ti takosh të bësh thjesht të ulesh me ta të pish një kafe. E ti trajtosh situatat. Ti dëgjoj dikush. Po, dhe domethënë ana njerëzore. Pra duhet të mbizotroj. Dhe është momenti. Unë kam fjalën për sa shumë kanë qenë më përpara kur kanë qenë PD-n pushtet dhe sa më pak janë tani. Ka shumë nga ata që thonë që çatrish më me këta dhe që këta s'kan asnjë gjë në dorë. Ti këtë kalon nga Ka po thoja dhon. Do çdo jetën time. Ka shumë nga këta? Ka. Nga eksperienca jote me aq vite sa ke ndeti aty brenda? Ka. Por gjithsesi unë jam falenderuese çdo demokrati që sot mbajti Partinë Demokratike në këmbë. Sepse u bë një luftë shumë e ashpër për zhdukjen e saj. Dhe ishim aq shumë dhe jemi aq shumë. Jemi shumë Renis. Po thjesht njerëzit janë të friksuar për ta shprehur. Unë e di që në një shkëndijën e parë që do të vi, do të afrohen shumë. E kuptoj edhe nga situatat që kanë ardhur tani. Arrestimi Vediajt, të gjitha skandalet që po dalin, çmenduria e Ramos I bie Tavolinës. Të gjitha këto gjëra, domethënë, që po ndodhin, njerëzve po I jep një shkëndijë sepse është një situatë terrori. Është çmenduri viti 2025. Shqiptarët kanë frikë të flasin me njerëzit e tyre të afërt. Pse? Sepse do spionohen, do shantazhohen për vendin e punës. Po un kam besimin se shqiptarët do të reflektojnë në këtë gjë. Se asnjëherë në asnjë lloj marrëdhënie njerëzore nuk mund të rrish dot I trysnuar dhe I shantazhuar dhe I dhunuar psikologjikisht. Ne kemi treguar 45 vjet jena net për qef. Atëherë duhet të tregojmë që ne duhet ta rikthejmë atë diktaturë, sepse është diktaturë. Është çmenduri. Po ndoshta mbajmë si popull. Nuk e besoj këtë gjë. Nuk e besoj. Unë I besoj shumë njerëzit pra tek inteligjenca e shqiptarëve. E kuptoj shumë mirë, sepse asnjë sistem nuk është perfekt, por ky ishte një sistem banditesk dhe I korruptuar. Pra është një çmenduri që të shikosh, unë të shikoj qytetarët e Elbasanit, çdo qytetit, nuk po flas për rrethinat. Rrethinat janë skandal, janë katastrofë ekonomikisht. Domethënë të shikosh qytet, njerëzit që nuk blen dot 1 kg djath, nuk blen dot 1 kg mish, nuk blen dot më qumshin, kosin. Në gjithë Shqipëria, po kur do Tregjet janë përgjysmuar. Tregjet janë përgjysmuar. Pse janë përgjysmuar? S'ka blerës. Kaq mjafton të reflektosh në gjërat vetëm bazike familjare. Thash manipulimi që I bëhet njerëzve nëpërmjet informacionit që vjen në telefon, është që njerëzit mendojnë politikën e madhe. Pra,
politik në jo. Unë mendoj se njeriu do të mendoj familjen e vet. Si e çon fëmijën në shkollë, në çfarë sigurie ka fëmin, çfarë sigurie ka të shëndeti, çfarë sigurie ke ti në vendin e punës, çfarë digniteti ke ti në vendin e punës. Po si shpjegohet, bësh këtë analizë, besoj se të gjithë vendet prapë mos kesh fuqi, mos do ta mbaj, po themun, që të reagosh qoftë edhe reagimi është me vot, po them. Po çfarë mendoj unë? Unë në çdo takim e them. Dakord, ti ke frikë të flasësh, ti ke frikë të protestosh, ti je revoltuar, e di shumë mirë. Por në ditën e votimit, aty ti e ke në dorë fatin tënd. Sepse mos lejo që mendimi i dikujt tjetër të vendosi për jetën tënde dhe familjes tënde. Fatit fëmijës tënd. Sepse kollaj është të thuash do iki, po sepse emigracioni nuk është i lehtë. Vetëm vendi yt të bën që ti jesh njeri me gjithë kuptimin e fjalës, me familjarët e tu, me njerëzit e tu. Në momentin që do votohet, çdo njeri duhet të shkojë të votojë. Vota diasporës është një nga arsyet madhore që Partia Demokratike është duke organizuar. Ti e pro votës diasporës? Se kemi pyetur Kam qenë një nga zërat në fushatën e Bashkisë Tiranës. E pash që presioni ishte i jashtëzakonshëm në për dyert e shkollave, në qendrat e votimit ishte një çmenduri. Do të thonë vetëm thjesht të shkoje me telefon të xhiroje dhe i shikoje emër mbi emër, firmë kush ishin, të gjithë. Dhe e mendova se në këtë formë Partia Socialiste gjithmonë do jetë në pushtet, në këtë lloj forme, me këtë lloj presioni. E kriju mekanizmin. E ka kriju mekanizmin. Dhe ideja e vetme është se kanë hikur 1 milion shqiptar. Nuk është pak. 1 milion shqiptar kanë hikur qeverisja. Shumë. Ata që ikën janë pa kënaq me qeverinë. Patjetër. Një menja kam pas zonë me hik, me thënë drejtën që është gabim se unë e du këtë vend, po. Po ja që do ikë. Ja që do ikë, pra këtë po them. Partia Demokratike do ndryshoj gjërat, që ti nuk do ikësh. Ja një bonus special për për shpepën. Prap biznes e punë. Dhe kam qenë në mendimi që vetëm diaspora do të bëjë ndryshimin. Presioni administratës që të keni se cili nga ju punonësit e administratës nga 10 emra, patjetër emër mbi emër, numër telefoni. Po që ka filluar me bëkut punë edhe në diasporë, si bëhet? E di çfarë shohun, vetëm unë shoh vetëm frymën. Te ne vin njerëz me shumë dëshirë. Ne nuk mbledhim njerëz me zor. Na kërkojnë vetë takime. Hajdeni. Në rregullin e treshit, vota diasporës, sidomos për këto që kanë hik vitin e fundit, që kanë hik për arsye se nuk kanë gjetë veten këtë vend vitet e fundit. Vetëm ajo votë sa do ju shtoje ju. Unë jam as i majt as i djathtë, thënë drejtën. Kam qenë gjithmonë opozitar. Gjithmonë. E kam thënë shpesh herë, po momentalisht me PD. Nga një anë. Po pra opozitar. Nga një anë, domethënë, edhe mund të ndihmoje. Domethënë mund të jenë shumë opozitarë që kanë hikë nga Shqipëria, mendoj, që mund të ndihmojnë Partinë Demokratike. Patjetër. Po sa më shumë të ketë regjistrime, sa më shumë të ketë interes për të marrë pjesë në zgjedhje, kjo është gjithmonë në favor të opozitës, për ndryshim. E drejtë është. Kështu që pjesëmarrja e tyre, ato kërkojnë takime pafund. Kjo duhet të ishte filluar një vit përpara, patjetër. Por situata erdhi në këtë lloj forme që të ishte kjo kohë kaq e shkurtër dhe unë shoh entuziazmin, shoh frymën, shoh dëshirën e tyre. Ata nuk kanë asnjë lloj interesi personal, as pak, thjesht duan të ndryshojnë situatën. Ata e dinë shumë mirë se si jetojnë familjarët e tyre këtu, ose si e lanë vendin. Këtë po them. Domethënë është një gjë që nuk e gënjen dot më. Nuk gënjen dot, sepse ata nëse del nga Shqipëria ti shikon një realitet komplet tjetër. Rregull, pastërti, sistem, çdo gjë. Vjen në Shqipëri të vjen keq. Domethënë, një popull që ka dalë 34 vite nga teorikisht kështu i bie. Fakti që ti po jeton jashtë, nuk po jeton në vendin tënd, atëherë je pa kënaqur me këta që qeverisin. Por praktikisht ka edhe nga ata njerëz, për shembull, që kanë ikë 91 për shembull. Njerëz në Facebook për shembull që lavdrojnë pafund qeverinë, jo më që kanë ikë edhe para 5 vjetësh. Që janë, se është kjo pjesa e militantizmit. Ai ka ikë nga halli, e di që nga se kot s'ka ikë vëlla, se për çka ikë? Se ti ishe mirë, kishe ne tu. Ka ikë nga halli dhe prap votën e kanë ndarë mendin që do të çojë aty.
Mbase ju kanë menu më rikthy. Është kjo Du me vend pune. është fatkeqësi se Rama po ta shikosh ka një retorik urrëtjeje dhe kundërshtarit. Urrëtje, bullizimi, përçmimi, domethënë toksiciteti, ka toksicitet në të bërit politik. Nuk ka fakt. Ndërkohë ne flasim me fakte. Për gjithë makabritetin që ka bërë në këto 12 vite apo 20 ca vite sa ka ai. Po kur keni qenë politik, tash po bëj të kundërshtin. Kur keni qenë në pushtet, s'ka pas bullizim nga ana e Partisë Demokratike kërshi socialistëve, mendon? Shiko, ajo që po bën Rama tani është, për shembull, Partia Demokratike asnjëherë nuk është futur në fushat pa program. Kur? PS-ja Edi Rama ka një lloj metodologjie që thot njerëzve s'u jap asnjë lloj programi se unë ç't mendoj tani e bëj edhe nuk jap asnjë lloj llogarie pastaj. Po s'bëra program se llogari. Kështu që duke e fshehur këtë, ka bërë këtë fushatën e folklorit. Me dajre, me mashtrime, me gjëra. Kështu që ne jemi komplet botë të ndryshme. Po ta shikojmë, po ta vëmë re, ka qenë në retrospektiv, domethënë. Po ta shohim zgjedhjet e vitit 2021, besoj e mbani mend se ai bëri një fushat duke bullizuar kandidatët me foto. Dhe duke i përçmuar. Po doja nuk e bën kurrë të gjë. Po doja ecën me program, ecën me fakte, dhe denoncimet dhe ofertën e saj i ka pjesë të retorikës së saj. Ti, patjetër kur ai është kur një personazh ka vjedhur, ti s'mund të thuash ti mor djalë mirë, se s'ka shanse ndodhi ajo. Tani ti do i thuash faktin atij. Nuk ka të lidhje me, domethënë, mekanizmin e formës se ti e shpreh fushatën tënde. Po mirë, historia ka treguar që edhe kur keni qenë një pushtet për shembull, ka pas si puna këtyre ka pas. Tam drejtë njerëz që mund të kenë vjedhë dhe mund të kenë përfituar për arsye personale. Domethënë njerëzit një njeri i thjesht kur mendon për politikën, mendon se çfarë ka dhënë për shembull Partia Demokratike kur ka qenë pushtet. Çfarë ka dhënë? Po çfarë ka dhënë Partia Socialiste kur ka qenë pushtet? Çfarë mban mend ti për shembull? Un. Po. Maj mendon rrugën e Kombit për shembull, që në vjedh shumë lek. Jo. Këto maj mendon si i thjesht, si popull i thjesht. Maj mendon shumë gjëra të tjera që mund të kenë ndodhur. Domethënë ka gjëra që kanë ndodhur, edhe majta dhe djatha kanë dhënë vetët. Atëherë. Edhe majta dhe djatha kanë vjedhur. Partia Demokratike liberalizoi vizat. E mbani mend ju kur njerëzit kishin vite që nuk takoheshin dot me njëri tjetrin. Po. Shqiptarët ka pasur pacient cilët kanë vdekur në Shqipëri me smundje shumë të rënda sepse nuk merrnin dot vizën për të kuruar në Itali. Po ka pas dhe koha për shembull e Partisë Demokratike që s'ka pas spitale fare. Po ta marrim kështu, po ta barazojmë kështu. Unë thash, nuk jam as i majta si djathtë. Jam i popullit thjesht. Thjesht do të vendos gjërat mbi peshore. Tani nuk smamo ujë gota, është derdh, se normalisht është ashiqare që po vjedhin po i ka duhet rotacionin ndoshta për shkak këtyre defekteve. Unë jam shumë pro rotacionit. Unë jam shumë pro rotacionit, po ka shumë njerëz thjesht, të cilët kanë mosbesim dhe prandaj ka shpesh stepje e njerëzve edhe për shku për të votuar. Unë jam shumë pro rotacionit. Dhe madje edhe nëse ky rotacion nuk është pozitiv mas 4 viteve të hidhet poshtë ajo forcë politike për shembull që mund të ketë ardhur re. Atëherë unë mendoj se asnjëherë në Shqipëri nuk është bërë kjo lloj vjedhje që është bërë tani. Këto 12 vite. Këtu ke drejt. Ky lloj presione, kjo ikje masive, domethënë Shqipëria po shpopullohet, nuk ka ndodhur kurrë kjo gjë. Nuk ka ndodhur kurrë asnjëherë që Rama dhe rilindja të mbijetonte ishte goditja e fortë e opozitës. E projektuar nga Sorosi. Sorosi ra, deshi zoti Trumpi fitoj, në gjithë botën për shkundet e potundet dhe tërmeti papar për kundër Sorosit, dhe mendoj se edhe në Shqipëri do vi vala. Dhe ka ardhur faktikisht. Fushata e Partisë Demokratike do drejtohet nga strategu i fushatës Trumpit. Kështu që unë jam shumë e lumtur që do të jemi pjesë e kësaj fushate, do të jetë sërish një shkollë më vete. Vazhdon shkolla. Eksperienca të reja. Megjithëse ti ke vite pak a shumë ke idenë se si funksionon fushata, po është drejtuesi. Gjithsesi ka gjithmonë shtigje të reja për të po të eksploruar, po. Kështu që mendoj se
jeta që ka kaq e larmishme dhe kaq e papritur dhe vin situata që faktikisht do të ishe përgatitur se si do të vinë gjërat, por ajo çfarë mbetet është i vetvetja, mos ja ki me hile askujt. Mos u mundo të kesh gjëra të pamerituara. Çdo gjë me merit, për këdo. Dhe mendoj se ka ardhur koha që secili të japi aq sa mundet nga vetë vet për një qëllim. Personalisht, përbashkët patjetër. Personalisht unë jam e hapur për bashkëpunim me këdo që dëshiron që të jetë kundra këtij regjimi. Më vjen shumë keq kur shoh për shembull prindër të strapacuar që shkojnë në punë, s'ka një jetë normale, sociale, sepse shkojnë në punë, do marrin fëmijë, do çojnë kurs, do të thonë një strapacim i përditshëm. Pse? Sepse s'ka sistem normal arsimor. Të e ndjej dhe vetun, se kam 2 fëmijë, Jonin dhe Fatonin. I kam dhe faleminderit. Edhe kur shoh fëmijët e mi them, okej, dakor se unë kam mbështetjen e prindërve. Po dikush që nuk e ka mbështetjen. Si psikologjike dhe formave tjera. Dhe ka shumë të tillë. Dhe do doja që t'jepja një mesazh për gratë dhe vajzat që ndjehen të dyzuara në jetën e tyre. Forca. Vetëm forca përpara. Asgjë nuk e ndal një njerëz që ka një qëllim të mirë në jetë. Pa hile. Mos shikoni të tjerët që bëjnë hile ose bëjnë pa hile. Hec përpara, se vetëm mirësia, drejtësia, profesionalizmi do të bëjnë që të mësoni. Mësoni nga çdo situatë. Edhe unë te ju në podcastin e parë që isha, mësova se si u bën një podcast. Ishte shumë gjë e bukur. Edhe ne kemi mësuar rrugës. Edhe ne rrugës e kemi mësuar, mësim e sipër. Ashtu është, sa doroja mësash. Dhe mësoj shumë të mirë, pastaj kam edhe një ide që besoj se edhe ju bini dakord. Që për pjesën e hileve flas, që sa do të mundohesh, sa do nuk të sheh ai tjetri, nuk të sheh veprimet ose qëllimet e qia, është një sy atje larg që i shef të gjitha, kështu që shumë e drejtë. Mendosh vetëm këtë gjë, detyrimisht me frika të paktën, do bësh njëri më i mirë. Ke menduar ti rikthehesh gazetarisë? E ke kështu si Vërë se të shkojnë zgjedhjet. Jo, po mendoja diçka tjetër. Unë jam e gazetarisë së old school. Kështu që nuk do mund të përshtatesha me këtë mënyrën e re të mbase mund t'i duhet. Jo, unë jam tani në politik, jam e përfshirë 100%, jam gati për të marrë me politik. E ndjej veten, unë gati. Pastaj se si vinë gjërat është gjë tjetër, por unë jam e përfshirë, unë i dua njerëzit, dhe asnjëherë nuk lodhem të flas me ta, të bisedoj me ta, të dëgjoj. Pse jo, të zgjidhim dhe diçka bashkë, për aq sa mundem. Dhe kjo mendoj se është arsyeja përse Zoti ma dha këtë mundësi. Do shta janë dhe gjëra të shkruara, se mund të ecësh një far kohë deri diku dhe stopon. Po megjithatë jam falënderuese për çdo situatë që më ka ardhur në jetë. Mjafton që nuk e kam pasur asnjëherë me dashakësi apo me çdo gjë e kam për të mirë, gjithmonë për të mirë. Dhe mund të jem dhe unë një nga ato elementët e vegjël që të bëj diçka për ndryshim dhe të bëjmë diçka të mirë për këtë vend. E kemi potencialin, kemi njerëz shumë të mirë, kemi demokratë shumë të mirë që mund të bëjnë gjëra të bukura për këtë vend. E kemi të gjitha mundësitë, pse mos ta vëmë në jetë. Unë uroj shumë që të kesh sa më shumë sukses në jetën politike, sepse meriton. Je një person që jo vetëm unë pa të gjente të vlerësojmë jashtë mase, kështu që njerëzit ty duhen kësaj lloj politike, sidomos në këtë periudhë. Faktikisht duhen gjithmonë, po është emergjente akoma më shumë në këtë situatë që jemi, që ndodhemi. Të falenderojmë që ti erdhe na beginise. Faleminderit shumë për bisedën. Suksese Silvi. Faleminderit që kishe me ne sot. Ladies and gentlemen, të mërkurën tjetër shihemi. Njerëz bukur shihemi. Ciao. Ciao.
Sa sinqert. Si ja, po